shqiptar, por edhe me ultras. Edhe tu hapim një tjetër parantezë, faktin se në disa hetime të kryera si nga Reportera i 3, ashtu dhe në librin e Mafia shqiptare e Imqibilit të Nerotrokës, gjejmë kanalin e klaneve, grupeve mafjes shqiptare dhe në tifozërinë e skuadrave italiane, pra tifozërinë laciale, në tifozërinë milaneze, Inter të tjerë. Dhe këto sot kryetitujt janë pikërisht këto dy binar, pra fakti po hetohet në pistën e ultras, pasi Sigfrido në Reportera i 3 i ka prekur her pas here mënyrën se si ata menaxhojnë tregun e shitjes së biletave, se ata menaxhojnë brandin e shitjes, pra logon e shitjes së bluzeve, të gjitha atyre gadget që lidhen me tifozërinë e skuadrave, me fanellat e skuadrave, por dhe faktin e krimit organizuar shqiptar, narkotrafikun shqiptar që vepron në atë zonë që thash në